Situatë që ka qenë edhe në të kaluarën, një luftë që po heshtet, po që është me një varvone ndër tavolinë, apo si qëndron e vërteta se ti ke qenë shumë afër gjithë këtyre zhvillime, e mos t'i përmendim sa ngjarje e lojrat të kombëtarës Këndeja Andej i kemi përcjellur së bashku. Si fenomen është shumë e rrezikshme, nuk është e thjeshtë, edhe nuk është ashtu siç po paraqitet shumicën e mediumeve se të njerëzve kështu konsiderojnë one. Është e domshme nëse e fajsojmë ose i vnojmë emërtime individit, sepse interesi personal në futbollistit është që të zhvillohet në karrierë dhe i ka një 10-15 vite që duhet me shfrytzu maksimumin për veten, ekzistencën e tij, familjen e tij edhe çka do shoh tjetër. Unë nuk e fajsoj futbollistin. Por këto nuk e si fenomen pa dashme ndërpret, pa dashme ndërpret. Veç ta them çfarë më ne. E keqja është nëse Zeneli shkon në Suedi, kjo është e keqe. Jo futbollistë tan brenda këtu. Jo, unë nuk e shoh të keqe nëse shkon në Shqipëri. Unë e shoh të keqe dhe të rrezikshme çësia në federatës ndaj Kosovës, që ndryshe vepron Kosova ndaj Shqipërisë. Që i ka thonë çka dallon? Kjo nuk është një, unë e konsideroj që nuk është një ftesë vllazërore, por është një ftesë djallëzore. Në momentin që ti don me bë ftesë, Kosova është shtet i pranuar ndesh në aspektin politik, ndesh në aspektin e sportit, edhe një jetë ndërkombëtarisht, është e pranuar në UEFA dhe në FIFA. Qartë. Edhe garon si shtet sovran me himn me simbolet veta shtetërore. Në momentin që ti, që ati vllaut, dënë me marë kapitenin, unë e shoh si më të prek familje, si më të prek në prend, ose në fëmijë. Kështu e shoh unë. Sepse nuk po flas prapë për futbollistin, nuk e akuzojnë e futbollistin që shkon me lujt për Shqipërinë. Absolutisht jo. Gjithë jemi në rregull, edhe jemi krim absolutisht. Po kjo s'ndodh me Kosovën sepse Kosova nuk e ka këtë çësje që t'ia marr kapitenin e Shqipërisë. Të paktën deri sot. Po çse do edhe Fadil Vukrin edhe Agim Ademin. Manole, po çse do ndodhte një gjë se tha nuk është asgjë shakoxha. Po çse do ndodhte shembull, nuk ndodh se jemi pak më burra, nuk ndodh se jemi më burra. Jemi më burra ne apo janë më të organizuar ata? Po jo, nuk ka të bëjë me organizim se kjo s'ka etikë profesionale, sportive, shoqënore. Do të thonë e çuan vëlla, ja merr kapitenin, i futesh brenda në dhomë. Çfarë ta ka zënë rast tjetër? Kur u lut ndeshja miqësore, nuk e kam thonë kur live, po e them tash. Kur u lut ndeshja miqësore ka qenë 2015, në zgaboj, me njëherë pas pranimit, pas kualifikimit të Shqipërisë në Euro 2016. Është luajt ndeshja miqësore në Prishtinë. Kanë qenë bashkë futbollistët në hotelin e njëjtë. Shtabi teknik, pas përfundimit ndeshjes, i kombëtarës së Shqipërisë kam informacione dorës parë, pe përmendje dhe emrin,